Bulena Agjiu dënoi ashpër gjuhën seksiste të deputetit të grupit parlamentar të saj, Faton Geci, drejtuar opozitarës Vlora Qitaku. Po ashtu Agjiu komentoi edhe për qëndrimin e këtij deputeti ka shit dënimit me burg të përjetshëm për ish presidentin Hashim Thaçi. Të dëgjojmë në vazhdim qëndrimin e saj. E kam dënuar atë gjuhë. Për mua ajo gjuhë është e papranueshme, përqarse dhe është goditje ndaj veprës madhështore të ushtrisë shtirimtare të Kosovës. Në këtë drejtim, edhe sot në seancën e Kuvendit do të mbaj qëndrim raport me këtë çështje dhe po ashtu e dënoj gjuhën seksiste kundrejt në kryetares së Kuvendit, zonjës Vlora Qitaku. Unë për këtë nuk kam qenë e njoftuar atë ditë në seancë, nuk e kam dëgjuar. Jam njoftuar dje nga mediat, gjithsesi nga ato publikime që janë bërë, dhe nuk do të lejoj që si kryetare Kuvendit që Kuvendi të shndrohet në arenë për plasjesh dhe ku goditen gratë deputete. Ato janë përfaqësuese të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe nëse ka përdorim të gjuhës së tillë seksiste, natyrisht që kjo nuk do të lejohet që të ndodhë.